Elita politike dhe ekonomike globale mblidhet sot në Davos të Zvicrës për forumin vjetor ekonomik botëror. Takimi 56 i UEF-it është planifikuar të zhvillohet deri më 23 janar në sloganin Fryma e dialogut, duke bashkuar lider nga politika, biznesi, shoqëria civile dhe akademia për të diskutuar sfidat më të mëdha globale dhe për të përcaktuar prioritetet e së ardhmes. Rreth 3.000 pjesëmarrës nga 130 vende pritet të marrin pjesë në forum, përfshir afro 400 zyrtarë të lartë politik, 65 kryer shtetesh dhe qeverish, si dhe rreth 850 drejtues të kompanive më të mëdha në botë. Vëmendja kryesore do të jetë tek presidenti amerikan Donald Trump, i cili pritet të marrë pjesë me një delegacion të gjerë, përfshir sekretarin e thesarit dhe të dërguarin special për lindjen e mesme. Në qendër të diskutimeve do të jenë gjeopolitika, rritja ekonomike dhe ardhmja e bashkëpunimit global, në një kohë kur aleancat janë të tensionuara dhe besimi ndërkombëtar po vihet në provë. Udhëheqësi do të fokusohen në zgjidhje konkrete për menaxhimin e rrezikut gjeopolitik, forcimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe nxitjen e rritjes gjithëpërfshirëse. Një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet përdorimit të përgjegjshëm të teknologjive transformuese, përfshir inteligjencën artificiale gjeneruese, si dhe dimensionin njerëzor të ndryshimeve. Investimet në fuqinë punëtore, tranzicioni i aftësive, mirëqenia sociale dhe rritja ekonomike brenda kufive planetar pritet të jenë ndër temat kyçe të agjendës.